Slaven, por duhet gjithsesi të jem të motivuar maksimalisht sportiv. Lojës, nëse mund të flasim për ekipin tonë dhe për grupin tjetër? Edhe Slovakia edhe Kosova janë dy kombëtare të cilat janë kualifikuar në play-off. Që i bie që nuk janë skuadra të cilat nuk është e rastësishme. Nuk janë të rastësishme, por janë nivelit të lartë. Dhe kur të shikojmë faktin se Kosova ka në një nivel të tillë që më tash nuk mund të krahasohet asnjëherë, apo mund vlerësohet si outsidere, por e kanë shumë prik. Mos harrojmë vetëm nëse i referohemi për zgjedhësit të Slovakisë që në deklaratë për shtyp ka thënë për gazetar ka thënë që Kosova është një kombëtare e respektuar sepse shumica pjesa dërmuese lojtarëve luajnë në 5 ligat më të forta të kontinentit Evropës, e vjetë. Domethënë është Spanja, është Anglia, është Gjermania, është Italia, është dhe Franca. Pra është një grup i futbollistëve të cilët tashmë e kanë identitetin e vetë lojës dhe kështu këtu edhe faktin që Franco Foda ka punuar shumë në kuptimin e asaj. Është vërejtë puna që edhe është vërejtur shumë, mirë po duhet presim që të shohim se çka të ndodh në takimin me Bratislavën, por duhet gjithsesi të jem të motivuar maksimalisht, ta jem të motivojmë. Fundja është një ndeshje që po e ripërsëris për fatin e keq është më shumë se sportive, por do duhet të tregojmë vlerat edhe në këtë. Si është rezultatin e kësaj ndeshje? Më pyet mua, do të kishte qenë fituar i Binçe Kosovës. Jo që po dan. Po nuk mund të prognozojmë se nëse mban mend Merita, unë nuk shuam si prognozor i mirë dhe unë kam frikë ta prognozoj motin. Kështu se nuk do të përmbam sepse dëshira e gjithë neve është pa më dyshje që të fitoj Kosova, por ta kishim unë mendoj, nëse do të kishim luajtur në Prishtinë, jam i bindur që do të kishim fituar ndeshjen. Përkundër faktit që jashtë po luajmë më mirë, po mos harrojmë. Nuk e di, po mendoj që pikërisht pse po luajmë jashtë dhe për shkak të këtij presioni, po besoj që lojtarët do të jenë më të fokusuar dhe Prishtinë nuk do ta kishim këtë presion psikologjik dhe mos harrojmë se quhet shpesh në zhargonin e sportit, mos i po flasim për futbollin, që në Prishtinë do ta kishim lojtarin e 12 që është publiku. Edhe atje do ta kemi, nuk ka dilemë. Mirë po, se çfarë interesimi ka zgjuar takimi me Slovakinë, asnjë bilet nuk ka mbetur pa u shitur në stadiumin e Bratislavës. Na mbetet me me të ejtën pra me 26 marse. Për orës 20:45 minuta.